Çka ka thënë çato që përmendëm, diferencën edhe pse është rrit çmimi që ka shumë, çka ka thënë çmimi mesatar i importit prej vitit 2015 dhe vitin 2024. Nëse e këshyrin vitin 2015, çmimi mesatar i importit u kon 50 euro, 26 nuk 16 nuk kon 47, 58. Çmimi i importit rritet shumë kur fillon me u trëndit bursa evropiane në vitin 2021 mas luftës në Ukrainë. Çmimi ka lënë në 119.29 për me referu. Çmimin që Keskoja e blen energjinë pe kekut 30 euro. Domethënë çmimi i importit këtë rast është 4 fish. Në raport me çmimin e blerjes pe kekut. Vitin 2022 që është rekord, çmimi i importit ka shku 268 euro. Kjo është çmimi i bursës Hupex. Në sot tash është dikun rreth 120-130 që është prap 4 fish më i madh. A dhe bërë një pyetje që to. E që është e mundun që me gjitha të pas ka pasë rënje të çmimit të energjisë, po neve kur s'kemi pasë rënje në fatura. Na u ka rrit atëherë në 2021-2022, pas ka ra 2023, po fatura na u ka ngrit për. Se po na ngrit? 2022 i kena importu veç 760 megavator, 2023 1248. Po me çme më vonë. Po sa kena importu 2024-2025, a i ki? 24 dhe 1384. Shka në mjetë që? Megavator. Për orë. Për orë, megavator, po. Në total, 2024 sa? Herë 122.76. Bushës ekonomike për buxhet, tash sa e kanë prek buxhetin këta. E ki shumën 2024 sa në total shumën ke importu? 1384 herë 122, 170 milionë është do shpiro. Po.